Po, ndoshta për dikë është tërheqje e papritur, në të vërtetë ashtu siç e kam shpjeguar në tekstin e publikuar pas dorëheqjes, ky ka qenë një plan i imi që të bëhet në kongresin e ardhshëm të partisë, që duhet të mbahet në mars ose në prill, domethënë, por për shkak të dinamikës së re që u zhvillua brenda Vlenit, u imponua që kjo të përshpejtohet, andaj po tash po e shpjegoj domethënë, dhe u imponua që kjo të përshpejtohet realisht për shkak se ne kemi hyrë në një proces të unifikimit të Vlenit, ku bie rëndësia e partive politike që e përbëjnë Vlenin. Rrjedhimisht nuk ka edhe ndonjë interes që të organizohen kongreset partive, dhe me që po shkojmë drejt unifikimit, kërkesa ishte që të mos bëjmë më në organizimet partijake, po të jemi të përqendruar në unifikimin e Vlenit. Kjo ma imponoi që unë të gjej zgjidhje tjetër që këtë plan që e kisha për ta bërë në mars ose në prill ta përshpejtoj në këto kushte, dhe atëherë do të kishte qenë e logjikshme që unë të mos kandidohesha, kurse sot isha i detyruar që këtë ta bëj përmes të dorëheqjes. Dhe në mbledhjen e rregullt të kuvendit qendror të alternativës se ofrova të dorëheqjen edhe për një arsye politike, që bisedimet për të ardhmen e Vlenit, për mënyrën se si do të unifikohet Vleni dhe çfarë do të jenë pozicionet brenda Vlenit, të mund t'i bëj leadershipi i ri, për shkak se kam gjykuar që nuk është e drejtë, nëse unë nuk e shoh më veten të mbetem në krye të asaj partie dhe në të tavolinën e vendimarrjes së Vlenit, të jem sot negociator për Vlenin e ri. Andaj mendoj se ka qenë edhe drejt politikisht, por edhe në kuptimin etik, që ta lëshoj rrugën dhe të krijoj hapësirë që lideri i ri, në këtë rast miku im Pekim Sali, të jetë ai i cili zhvillon edhe ato negociata dhe që e merr edhe përgjegjësinë e vendimarrjes për të ardhmen e Vlenit.